I tha fëmijëve të vet, i mlodhi dhe i tha: "Gjoni, kur të vdes, më digjni, më hypni sipër hirin tim, sipër një mali ta marrë era, se un kam bërë gjinafe shumë në jetë." I tha baba fëmijëve, ke Buhari transmetohet, un kam bërë shumë gjinafe, tha. Zguxoj me i dal Zotit para, me atë që kam bërë në tokën e Zotit. Dhe fëmijët vdiq baba ngelën në siklet. Dhe ja kryen amanetin, e dogjën trupin, e vendosën hirin mal, ku erdhi era e mori. Ai kishte menduar se po I bëre këto, s'del para Allahut. Sa vdiq ai, sa e bon fëmijë to, I dha urdhër Allahu madhnueshëm doli para Zotit gjithësisë. Tha: "O person, o filan, çfarë të shtyri ty ta bësh të veprim?" Një fjalë. Tha: "Me khafetuk." Tha: "Tu friksova shumë. Tu friksova shumë me dal para se kam bërë gjinafe në tokë." U alimen khafe me kame rabbi I gjennetan. Ka dhe groni, kush ka frikë respekt për të madhin Allah, 2 gjenetet dhe t'ja japin botën tjetër. Këti personi që tha, më digjni dhe shpërndahet hiri im, ky ka bo gabim shumë madh fetar. Se Zoti I gjithfuqishëm, ky s'duhet ta thotë këte, po aq kulturë dhe dije kishte Zoti atë që se ke ditë ta justifikon. Për shembull, ne që jemi në xhami, kemi dëgjuar që Allahu ka thonë jam I gjithfuqishëm, me thonë digjni dhe shpërndajeni pluhur, ne dalim nga Islami. Se kemi mohu që Allahu është I gjithfuqishëm. Ky njeri nuk dinte shumë, s'kishte kulturë fetare shumë, po frikë kishte Zotin. Tha: "Çfarë shtyri ty që e bëre këtë veprim, që I the fëmijëve këtë amanet?" Tha: "Me thonë drejtën, nuk guxova me të dal para." Tha: frika Zoti im. Thot pejgamberi, e përfshiu Zoti me mëshirën e Tij. Nëse kemi frikë Allahun këtu, do vujmë shumë ditën e gjykimit nga frika. Për këtë arsye, vëllezër dhe motra nderuar, shumica, miliarda e miliarda që do të vinë, miliarda që kanë kaluar, e miliona, jemi ke kjo që me u friksu Zotit kur të vi çasti që do japim shpirt. Na I fali gjinavet dhe të kemi shpresë ke mëshira e Tij dhe themi me gjuhën tonë, kjo është në zemër dhe në mendje, kurse me gjuhën tonë, la ilaha illallah. Men kana akhir kalami la ilaha illallah dakhala al-janna. Fa kush e ka fjalën e fundit la ilaha illallah hyn në xhenet. S'ka fjalë tjetër aty. Aty është la ilaha illallah.